Lëvizjes për zhvillim kombëtar në Shkodër, Gilvan Bakalli. ZHK-ja është një parti, pjesë e Aleancës Polilerisë, ku bën pjesë dhe Partia Demokristane, e cila është vdesur sot në një ngjarje terror në qytetin e Shkodrës. Zoti Bakalli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Njohuri tuaj për rrethanat e ngjarjes. Rreth orës 10 më ka telefonu zoti Nard Moka, kryetari i Partisë Demokristane, dhe më ka njoftuar për ngjarjen. Ka thënë direkt që është makina e kryetarit të Partisë Demokristane për Malsinë e Madhe është held në erë. Në fakt pamjet, unë nuk e ndosha vetë ngjarjen sepse isha rrugës për në Tiranë, por pamjet që ofronin televizionet lenin të kuptoj qartë që bëhej fjalë për një eksplozion. Shprishja e makinës, shformimi i saj nuk linte dyshime për faktin që makina ishte held në erë dhe nuk ishte një aksident automobilistik, siç u përpoq policia të paraqisën në një nga versionet e saj të paradites. Ka pas dy versione policisë, para rrjedhë gazi, ishte aksident doli nga rruga, dhe më pas u akuzua viktima. Cili është komentimi juaj për qëndrimet e policisë për të nxjerrim të saj për figurë artista? Fakti që policia thotë që viktima është djali i keq dhe nuk thotë asgjë gjë për vrasjet e mundshëm apo për pistat e hetimit të cilat duhen ndjek, tregon qartë që policia ka vepruar me urdhër nga dikush. Ka reaguar para në nxjerrimin e sipër nga një urdhër i marrë nga një forcë politike apo nga një eksponent i lartë politik. Pasi është gafë të paragjykosh viktimen, të japësh gjykime për të, dhe të mos thuash asgjë për vrasje potencial, kjo është e pafalshme dhe nuk ka ndodhur në asnjë nga rastet e fundit të ngjashme me këtë. Sa është ndikuese klima politike e atëruar në Shkodër? Sa mund të ndikuar të ngjarja? Ka gjithmonë një tezë e cila vlen në gjitha rastet. Një akt agresiv paraprihet gjithmonë nga një gjuhë agresive. Rrallë herë ne njerëzit kryejmë krime me gjakstoftë. Gjithmonë paraprihet nga një nxehje mendjesh, shpirtërash, gjakrash, ka një dhunë verbale fillimisht, dhe më pas ndodh ose nuk ndodh një akt agresiv barbar. Ka kohë që fushata në Shkodër po zhvillohet në një trysni jashtëzakonisht fortë në shumë aspekte. Aspekti figurativ. Ka disa ditë që shkodranët janë të tulatur, vrinë e vërtet që janë të tulatur, të friksuar nga prezenca e disa makinave monster për masave të mauneve që sillen me reklamen e Partisë Demokratike, Shqipëria po ndryshon, dhe jo vetëm kaq, terror figurativ, por edhe terror akustik. Oshtim lagjet e qytetit, qendrat e qytetit nga altoparlantet. Kudo ku ka zyrë elektorale të Partisë Demokratike, ka jashtë edhe bokse të mëdha, cilat këndojnë pa pushim, na i shplan trut, dhe vërtet, na shkatruan nervat, me ato me tjentën këngë. Gjithë ditën transmetohet e njëjta këngë në pjesën kohën e Enver Hoxhës. Pra ka terror akustik, terror vizual, ka dhunë verbale, ka sharje, fyre, nuk thuhet asgjë për programet e partive, ka fushat vetëm denigrimit, denigrohen kandidatë e partive të vogla se janë mafios, se janë spiun, se janë këto apo ato, dhe nuk thuhet asgjë për partinë, për programin e partisë. Pra ka një dhunë verbale e cila mendoj unë ka pësua crescendo, ka pësua rritje pra deri në këtë akt të dhunshëm të ditës sotme, akt barbar të ditës sotme. Natyrisht nuk është një rezultat e natyrshëm, pasi jo gjithmonë që thuash dhuna verbale mund të sjellë dhunë fizike, vrasje në këtë rast, por mendoj që klima është e tensionuar në Shkodër, për mënyrën se si po zhvillohet fushata. Në çdo mbledhje, në publik apo edhe në underground, ka fyrje, ka akuza, shpifje për kandidatët për deputet të partive të vogla kryesisht. Bakalli, pse është nervoze PD-ja në Shkodër? Çfarë ka ndikuar? Kam përshtypjen se lista e Partisë Demokratike që kurse është bërë publike në Shkodër ka hasur në një rezistencë po quajmë të heshtur nga qytetarëve. Sigurisht edhe eksponentët e Partisë Demokratike i kanë edhe njerëzit e tyre në terren, cilët mbledhin, si thuash, pasqyrojnë dhe marrin informacione se si qëndrojnë me të vërtetë ngjarjet, se si janë pritur me të vërtetë kandidaturat. Dhe mendoj se ato e kanë mbledhur atë informacionin, cilin natyrisht nuk kanë dashur ta pranojnë, ose e kanë pranuar dhe po veprojnë në bazën e atij informacioni të mbledhur nga informatorët, po i quajmë këtu ato militantët, cilët
informacione para cilat shprehin qartë pakënaqësinë e qytetarëve të Shkodrës ndaj kandidaturave. Mos harroni, ka një kryetar partije, zotja Asit Bushati, i cili prezantohet nga zëra kryetare e kuvendit si një person pra i cili është 8 vjet në politikë dhe për cilën nuk mund të thohet asnjë fjalë tjetër përveç se është prind dhe bashkëshort qembëllor. Një person pra me një bagazh kaq të gjatë në politikën shqiptare prezantohet thjesht si prind dhe baba shembëllor. Natyrisht shkodanët nuk ja kanë vënë votën një personit i cili është thjesht dhe vetëm prind dhe baba shembëllor dhe bashkëshort qembëllor, por që çojë atje zërin e tyre të shpreh interesat e shkodanëve. Kanë edhe disa biznesmen, dhe më lejoni t'ju kujtoj këtu që në 2005 zëna Topalli shprehu qartë që biznesmenët nuk duhet të jenë pjesë e politikës. Se kjo ka patur probleme atë periudhë, nuk e di, por ajo është shprehur qartë në disa deklarata që i kam ndjekur edhe ato ditë të fundit në një arkiv televiziv ku ajo shpreh qartë që biznesi nuk duhet të ketë bëj me politikën. Vetë ajo fut në listë në një zonë relativisht sigurt, po themi, fut 3 biznesmen. Nuk po flas çfarë biznesesh janë, nuk kam informacione, por fut 3 biznesmen në listë. Pra, shkodanët nuk janë të kënaqur me listat e Partisë Demokratike dhe vetë antarët e Partisë Demokratike, që janë pak kënaqur, më kanë thënë që kanë udhëzime që zgjedhjet duhet të fitohen me çdo çmim. Me çdo çmim, është e frikshme që eksponent lartë Partisë Demokratike të nxisin militantët me fjalë të tilla që zgjedhjet duhet të fitohen me çdo çmim. Si i keni parë shanset e partisë Lëvizja për Qëllim Kombëtar në qarkun e Shkodrës? Unë në kushtet e një pabarazie të madhe mediatike, i gjendur përballë refuzimit vazhdueshëm të televizioneve lokale për të pasqyruar aktivitetet e partisë Lëvizja për Qëllim Kombëtar në Shkodër, unë kam zgjedhur një mënyrë krejt tjetër për të bërë fushatën. Kam marrë disa studentë, nga 10 vjet, dhe kam prodhuar me mira flet palosje, ku jap informacion rreth aktivitetit politik dhe programet partisë Lëvizja për Qëllim Kombëtar, dhe me to po shëtis në gjithë Shkodrën, duke takuar vetë njerëzit nëpër dyqane, nëpër klube, duke ulur nëpër tëreza me to, duke biseduar dhe kam, si të thuash, bëjë një farë sondazhi të drejt për drejt në lidhje me atë reagimin që ka qyteti i Shkodrës në lidhje me... Kam një perceptim për reagimin? Kam një perceptim, pasi edhe mënyrën po zhvilloj të tillë që kam një tabelë ku kam shënuar pluse, minuse dhe zero, pra reagimet pozitive, negative dukshme dhe ato reagimet cilat mund t'i marrësh thjesht si mirësjellje apo si indiferencë. Më rezulton që 1 ndër 3 qytetarë shkodranë është pro Lëvizjes për Qëllim Kombëtar, pro Gilman Bakallit, ose është kundër mënyrës se si është qeverisur Shkodra në këto 4 vjet. Ekziston një kult i zënjës Topallit në Shkodër nga lart që diktojnë gjithçka që ka pushtet të madhe. Është real apo është më shumë e fryrë nga kritikat e saj? Është real dhe është i fryrë. Që është të dy bashkë, që është shumë e frikshme. Të rikthehemi tek ngjarja e dhimbshme, sa mund ndikoi kjo në fushatën e zgjedhjeve, në rezultatin e zgjedhjeve të Partisë Politike? Nuk e di se si do zhvillohen ngjarjet me te, pasi në dhimbje shoh që Topalli dhe Berisha ishin sot në Shkodër dhe duke i konsideruar si njerëz si domosdoshmë Berisha që respekton atë kodin e vdekjes etj, mendoj se duhet kishte marrë mundimin që të kryente një rit formal për të vizituar familjen e të nderit Keka. Duke bërë këtë, u largua me shpejtësi pasi preu disa shirita rrugë parëndësishme, pa kurfar strategjike për qytetin e Shkodrës. Duke parë pra këtë mënyrë se si është reaguar në një ngjarje kaq të madhe, unë kam frikë se kjo ngjarje do të shenjojë atë vazhdimin e mëtejshëm të fushatës elektorale. Gjakat pra nuk ftohen dhe nuk po kanë gjasa të ftohen, sepse nuk po kryen as ato rritet formale të cilat çdo shqiptar, pavarësisht nëse është politikan apo burr shteti apo nuk e di se çfarë, i kryen pavarësisht ç'shkaje.